O goca, qa po bëni? O të se interesi fare. I ke për këdhel, motra. Zotin kam shkallu. Më falë, ja? Më falë shumë. Më falë për zotin. Se ti shetë? Ja, po janë banjo, po vish po vinë, se ja, do më thënë erdhen se nga që ishin aty poshtë. Gocat ju që s'po vinë, po e marrin qetë, si kur e qithë po da rrotullohet rreth tyre. Klea, për shembull, që pas ndarjes nuk e shikon të arsyeshme të ndjej për askënd dhe për asgjë. Përfshirë edhe programin ku ajo merr pjesë. Rregull. Jo, për ne është okej, mund të vim në Kosovë kur të doni ju. Episodi i parë piloti Vibing është bërë viral dhe Kristiana Stanigoci duket shumë i parëndësishëm përballë VIP-ave që ajo takon. Nga miq të betuar, Aldi dhe Kristeli tani janë bërë shok edhe partner madje. Flasin gjithë ditën për klubin e sheqerit, sikur kanë shpikur formulën e jetëgjatësisë. Në fakt, i vetmi sheqeri në atë klub janë fëmijët që të sjarohemi. Dhe Ema nuk është më korrektja sepse do gocen më shumë. Thjesht i kanë rënë ato miliona klikime që merriten nga pranket sepse Aldin e ka rrëmbyer Kristeli. Mu i ka mirë për zot? Pa, shumë mirë. Më falja, jeni në interesi? O me lisë më falë, për nuk përgjehem përse në lapsit blu, dhe kisha vetëm lapsin jeshile dhe doja pak blu këtu për Okej, kuptova. Okej. Se më fakt ke shumë blu edhe dhe blu. Përthyrje. Pak shpejt ta mbarojmë se do kam një telefonat që më du ta mbyll për një orë patjetër. Gjithmonë shpejt ta mbarojmë. Me këmi? Mos më thaj që pranoj. Ua! Se mora vesh, po më fal. Ti po sa the Kristiana, t'ju bëj një pyetje, po do më ktheni përgjigje sinqerisht. A e doni me gocën? Po e du, ne pagosi s'kemi jetë. Po si po, tash se mua realisht nuk më intereson fare ç'a VIP ke për të marrë te Vibing, nuk më intereson fare sa klikime ka marrë klubi i sheqerit. Unë ditë të them që sjellja juaj, vonesat tuaja dhe papërgjegjshmëria juaj është e papranueshme. Do më thënë ka arrit në një pikë që unë mundohem t'ju mbuloj dhe nuk ju mbuloj dot më. Mundohem që gjërat i mbaj brenda gocës dhe mos t'i kaloj përtej saj, po çdo gjë ka një. Sa bëre këtë fjalimin si mami kur është e mërzit e kishin xhiru. Jo, Kristel, dhe unë tash do shkoj ankohem te Dalina se Po jo, Melis, po ha tash. Jo, se as unë nuk e meritoj këtë gjën, as Andale nuk e meriton këtë gjën, as publiku që ju shef. Po ti e di që se bëj me dashje. Apo shumë e vërtetë Dalina? Moj, po kjo ç'patë. Do i këtë ankohet. Po hajt mi se mbyll Dalina gocin. Po jo, zemra, po do bëhet me nerva. Po zemra, u bë me nerva, këtë herë e ka seriozisht Melisa, sepse vërtet e kemi tepru. Nuk është hera parë që ne e bëjmë këtë gjën. Nuk është se ndodhi një herë dhe haj se po na tolerojnë. Ka ndodhur disa herë. Jemi sinqerta. Jo, realisht, po ndodhi gjë me gocin. Ne s'kemi fitur fare, dalim Dalinës para për misionet e tjera. Motorzimi këtë herë e ka knaq. Një sekund, goca. Po. Po Dalin. Ja. Po ja, tani pa do fillojmë. Okej. Në rregull. Fillojmë? Okej. Do nisim. Anullohet goci, nuk xhirohet sot. Si anullohet? Nuk xhirohet, më tu na mblidhni kamerën. E mbylli? Si ma? Tani- Nuk ka më? Nuk e di, thjesht më tha nuk xhirohet më. Për sot, besoj. E ma. Hajde, Kristi. Hiqe, po. Shpikim diçka, se ne pa material s'dalem. Qa do shpjekim më Klea? Ore, çfarë do shpikim vërtet? Nuk e di, a bëjmë shumë naj gjë, naj budallik, naj prank. Nuk e di që do bëjmë, po të bëjmë një gjë e fortë që Dalina Vetëm prank e ke mendjen ti. Po naj gjë kështu ti që edhe Dalina si pëlqej. Po vlogs. Na kanë thënë 100 herë më bëni vlogs. Si ato që ikëm në jug. Po, kanë qenë. Po. O Kristi. Aman veç ti mos na lëm balë, se na lan gjithë. A do vish xhirosh me ne? Shikoni, do xhirojmë me telefona. Vetëm të xhirojmë çeftas. Që mos ta marrim vesh të që po xhirojmë. Po mirë, nuk ja vlen që në një vit e gjys ti të na suportosh në një herë kështu çef. Jo, kurse do na lësh pa bukë. Suportoj, po mos e thoni këtyre që Do na iki buka gojës o Kriz, do na lësh pa punë. Shikoni, do xhirojmë me telefona, po thjesht
të kemi edhe ty aty. Të kemi edhe një Krist. Na duhet E një bën fakt ne do të xhirojmë, po çfarë do të xhirojmë? Po e cilën ne? Qa zgjidhëm me zemra Po priti ideja është do ta bëjmë dhe në montazh, do ta bëjmë gjithë vet. Po më mëse bëjmë po hajde. Një sekond se nuk kemi gjetur asgjë për xhiru, ku do shkojmë, ku do mytemi? Te Lana. Unë them dalim, se ndoshta na vini deku tim ja. Hajde. Tutë kjo vila. Hajde ne. Çfarë të moralizojmë? Ikim. Kolar ka plas bomba. Mos e duke më mirë tike. Hej, kjeca tanë të dashur. Tani ju e dini që ne nuk ju braktisim kur, po do ju sqarojmë pak se çfarë do ndodhi sot. Çfarë do ndodhi? Klea, çfarë do bësh ti sot? Unë do bëj burra të flasin e veta. Nësa unë do traumatizohet dhe do shqetësoj njerëzit në rrugë si gjithmonë. Do bëj gjithë kasierët e Tiranës. Të mendojnë edhe një herë. Kurse unë, duke qenë se e kam i qik zanat foton, ka dalë nami, do bëj photoshoot në vendet më serioze të Tiranës. Shishi. Interesante. Ej, po prit se kjo nuk do mbyllet kështu. Sa? Të gjithë këta duhet të votojnë kush është vlogu i tyre i preferuar. Po. Dhe vlogu që fiton, do të thënë ajo që fiton vlogun e më të pëlqyer. Bëhet autori e episodit tjetër. Bravo. Po fal, ti e sigurove episodin tjetër që do jemi ne? Pastaj ti mendon që s'do jemi. E sigurt? Sa mendon që s'do jemi. Jo. A ka andale pa ne? Po, pas atyre sfidave vallai. A ka andale pa ghost? E ne sikur të mos jemi, urojmë që ata të qeshin shumë me këtë. E vërtet. Votoni, votoni, votoni. Numrin e keni. Votat nuk do blihen nga publiku. Tentativa e parë për të shpëtuar Goatsin nis me vlogun tim. Sfida ime është që të blej një produkt me 50.000 lekë si monedha dhe të gjithë dikoj që t'i pranoj dhe t'i numëroj me mua. Tani do ikim. Do bëjmë sfidën time dhe jam gati t'i shkum xhepat me çdo monedhë që kam. Janë shumë të rënda. Absolutisht. Unë mendoj të blesh një labubu. Ua, do blej një Stitch, o Kestian? Sorry. Xhaxhi, këtu se unë do blej ato. Unë do t'ja flekët. Where are you from? Madrid. Ah, from Jo, po no habla español. Tú eres do from blej. Alejandro, Teresa. Sì. Më jep Jemi një staff- altin jemi më staff të spanjoll, mirë jemi dhe më staff. të shtrenjtë që ke. Ke dy karrige këtu? Gjede një për vete se kemi punë tash. Ta dia i çfarë po e pret. Muhabeti është që do të jap shumë tek e tek. S'është problem besoj. Jo? Leku lekash? Ti kështu si ashtu? 100, 300, 500, Puno paturino. 700, 900, Pleonazën e re. 1000 lekë. Do i ndaj 1000 lekësha, 1000 lekësha. 200, 300, 500, 700, 900, pritë do gjej 100 lekë tani. 2000 lekë. Sa bënin? 2000 lekë. 30 minus 2, 28000 lekë. 3. Doni na një thyshme? Në rregull. Top më 4 apo 5? Kujdes se do të binë shiqet. Jo, Xhaxhi jam 5. Okej, sa ke bëj Jo, jam 5. Jo, Xhaxhi pritoj të më edhe një herë. Ka bëj gabim. Jo, jam 5000 lekë. Po gabim, se ma keni më keq. Po pra, jam 5000 lekë, nuk janë 4. 2, 4, 6, 8, 10, 1000 lekë. 2, 4, 6, 8, 10, 2000 lekë. 2, 4, 6, 8, 10, 3000 lekë. 2, 4, 6, deshe me ma fut mua, e shef që jam 5000 lekë? Po jam. Jam 5000 lekë. 5.000. A e shef që jam 5000 lekë? Unë si numrova. Po pse 4? Pa mirë më të se 4. Jo, jam 5. 10, 8. 8. Ju du të në kontrolin për Xhaxhin se mos të nga të numër. E tes, në më gjajta. 2, 4, 6, 8, 10.000 lekë. Ti numërojmë dhe njëherë janë 10 apo jo që të jemi sigurt? Jo, dhe njëherë janë 10 apo jo. Xhaxhi 10.000 lekë. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja i numëroj shpejt. 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 20, 22, 24, 26. Sa ishim 10, 11.
11.000 lekë? A ke ujo gjaj se u thapa? Jam piraki se të kthjellon raki. Nga kthjellon rakia? Jo, a ke kështu raki? Ta provoj? Është raki rrushi si e parë. Piraki e këndoj për ty, tim duhanit. Ta ishte kjo kocifoz. Hajde, më gati se kur të numrojmë. Që ka bëmë edhe me dashni. 19.000 lekë të tjera. 19. E kalum gjysmë? Sa jemi, 16? 15 u bon. 15. Pra, ka në mëdë po 15. Mos më detyroti numre edhe një herë nga fillimi. 15 ke. Do bëjmë shumë të bëgul 2 fish e non 2 fish. Hajde, bas. Ne do moj prap. Qetësi. Moj qisë më Se kur i rinë Prap. Sa ishin 11? Ma jep një raki tjetër se nuk mundem më. Na raki kullë se rrushi s'bëj punë. Gjasht, 8, 10, 17, Të kush jemi? 2, 4, 6, 8, 10, 18, 2, Na kanë ngelur dhe 4, 6, 8, 10. Të më dalë rakia për hunç. Ka e Qa kana ishtë tjerë për nga? Nuk ka gjë të hapme, kepes kështu kulla afiku. Çan to kulla Palafiq, afiku. Palafiq. Ata marr një o xhax. Kulla piku ta. 10, 23, Xhaxhi po vjen fundi. Edhe për ne. Xhaxhi e zverdi çik na fal, ë. Na raf pika na raf. Gjagje mërtu ka 50 vjet. 2, 4, 6. Je martu 50 vjeç? Ka 50 vjeç që është martu, mo jema. Ju më bënë më mërtu në he prap. Bingo. 30.000 E, shikoni çfarë jam me aftë të bëj, mi, çfarë jam me aftë të numroj 30.000 lekë në moneda. Ti që ke qenë punë, rrike deri në fund. Procesin. E vlerësuat? Jam e sigurt që ka 1.000 lekë tepër këtu, po qofse ju prisi unë i numroj edhe një herë. Jo. Prit me marrë që ka qesën, se di, unë do të mbash dhe këto ti. Si për t'i bëjmë sesme. Xhaxhi, kujdes se unë jam nga fjeri, këto dhe mund t'jenë nyshtur. Për mirë. Ruan prenë vetë. Yf, dita era pesh. Ndërsa unë duhet të kap gra në rrugë dhe t'i ngatroj me Zysh Mirandën, që më ka dhënë mësim në fillore. O, Zysh Miranda. Ajo, si ka Zysh Miranda. Zysh Miranda! Zysh Miranda! Ni po, më qipim i qik tu? Që më thashtë? Zysh Miranda. S'po kalun asim Miranda tjetër për e, për asim pre. Ku është e ima, moj? Ema për ruan prenë e saj, Mirandën. Dalë në një Miranda për O, te. Zysh Miranda, si e? O, të mbaj mend, ti nga ke ndryshuar jetën në klasë të parë, që më the do bëhem e famshme. Pare që këta dim t'i kemi Për të zotin, shkallë, po, a, të mbaj mend. Po si e ti? Si ke pas qunin? Si ka qenë cuni? E, po më thesh do ikë cuni në Gjermani atëherë, iku cuni në Gjermani. U rahatua? Me këm martua? Mori në një nusë mirë. Jo, ti ke qenë sysha ime klasë të parë, të mbaj mend, ke qenë shumë e mirë, më ke dhënë mësim. Nuk e di se si të falenderoj çfarë. Të përshëndetoj prapë. Ndryshuar jetën, moj, ma ke ndryshuar jetën, po! Me mbaj më përmëcojnë tabel, më ke rrafur një atë herë. Ishte në Dy herë më gjuaj e këshu, pastaj të thoja, hajde se të më thoja. Gota, hajde të tregoj. është zysha ime. Ja shështet e mija, Zysh Miranda. Ua, Zysh Miranda. Ma ti Miranda që të më duhet gjithmonë e më? Nga tronë, jo,
shokët të gështenjta. Edhe thoshte që më ka thonë të bësh e famshme dhe e ma ka taksu kështë. Një që kërkon. Je ti, e di që je shumë e gëzuar që më moshe. Ua sa e lumë të rema. Ua, je Miranda! Jo, është Miranda! Qa zë që jeti? Ua, po, je ti, e baja mam që ta i që jesë është Miranda! Ua, sa e lumë të rema! është Miranda! Po, është Miranda, i gjeta! Miranda që përmandi I gjeta gjithmonë. burin tim të parë! Nga kjo burë për e famshme! Ua, nuk mu ta besoj! Je shumë e mirë zysh Miranda! Për hatë të kësaj... A ka fëmijë? Po, ka një djalë, ka thënë që dikën në Gjermani, a i ku në Gjermani, ë? Djalin e ka në Gjermani. E ka djalin në Gjermani! Të ka i ku në Gjermani! Ua, sa qefi! Ua, sa më përqefi! Nuk e ke i detë! Ua, sa më shpërqefi! Ua, zot! Ka gjithë që të qeras me të i gjë! Pas ka qenë e shtuar që të gjenim. Faleminderit, për të marrë ndonjë që ta qerasim! E ka që në Gjermani ta zysh Miranda. Në Gjermani, unë jam shpresa, nuk jam zysh Miranda. Po mos ngatron emrin. Po jo, zë për sa nuk ka ngatroj. Nuk mund ta besoj merre pije këtë, jo ta qerasa. Mi bëj të falat shumë. Realisht. Do bëj një foto për hatër tani. Hajde. Zyshën ti me Mirandën. Hajde. Kjo është isha me mirë. Shumë e mirë. Zysh Miranda sa e mirë. Shumë e mirë. Zysh Miranda më e fortë sot për sot. Bashkë Miranda! Më thua! Më thua dhe një që tjetër përveç se do bëjmë e famshme. Ua, ishte zysh me vërtet? Por ishte shumë në Gjermani. Unë nuk e një kam një dojtë shumë fortë, por nuk e besua që gjaku e Vetëm se emrin e kështë shpresa. Emrin Ka që Miranda shpesa atë. O e ma e madhe. Wow, mega. Ua, sa qefu kënaqë. Deri më sot nuk kam pa njëri me të qeras me ujë. Me ujë. Po s'kishe se... Si tisha bak të ujnë ta qerasa. Jo, ishte ujë me vitamina, unë kujdesem për zysh Miranda. Zemra ishte ujnë me Po t'ma shaj zysh Miranda ti mua. Dhe ka pa shpresa. Po, a ka shpresa. A ka shpresa. Dhe kur thash për Zotin nuk gënjeva, unë nuk e di nga merdi, Zoti më dashka, faleminderit Zot që ka qenë me mua. Sfida ime është të shkoj në komisari se supozohet të marrë një gomë rezervë për të dashurin e shoqes time. Do i them që po e marr për t'i treguar atij që vlen po aq shumë sa kjo gomë e padobishme. Një gomë që është si ai, Claire. Po të na njohim, po tash do e bëjmë faqen Faqen E bardh, hajde. Hajde ikim. Do lem na më goca. Hajde më Mimi, hajde e era gjemi. parë. Të kërkojmë në përkomisaritë e Tiranës, edhe pse e di që jo të gjithë janë mikpritës, si ky që na refuzoi ashpër. Më duhet një gomë. A do ta bëjmë? Jo, zemra, jo, se në asaj nuk do, nuk e në thërë dot. Jo, t'jem shumë, hapur një gomë, t'i gomë, me të me i gomë të marumit, të gjënë. Ku e kema jetë? O, kjo që sapo do them, është shumë pa manual nga ana ime, po racë më të keqe se Tiranësit. Të betohem, pas keni Ajo, qenë. në tha Të ishte pirë, betohem. Për zotin më... Na duhet një gomë, se do ja bëj dhurat dikujt, po më duhet një gomë e keqe fare. E keqe fare. A ke? Me vërtet? Në krah! Ne në krah! Po e marrim ne! Ku ka turp sot o xhaxh? Ku është? Do e bëj dhurat ishit... Po, do ja bëj ishit shoqes time, pa është Claire mashku. Klea testoje qik, testoje. Ti Klea hip tu lart. Ju lutem kujdes e lëviz go. Ema, kujdes se do bie. Sho Ema. Kujdes se rrotulloj goma. 3, 4, 5, super. Është super gomë. Fare. Hajde. Shiko, do ja çoj një mashkull i Claire. Mashkull i Claire. Të maru me xhaxh. Një që e ke gati me hedh poshtë, po e ke majtë se t'vje keq. Po. Po, pra, bëjmë sopa. bëja gati. E dua kështu të
Me brim. Të paketuar. Ja. Po, do nxirri ajrin ajo tani? Jo, s'ka ku ta nxjerrë ajrin. Si çfarë ajri Crystal? Cilin? E kanë nxjerrë ajrin ajo. Është pa disk shpirt. A shef? Shkele, shtyje kështu. Ka e thyer ti zemra. Nga një shkel për të gjithë. E që më bërë. Ua, fix. O Xhaxhu, ku pas ke Jo, ishte fair. Mission completed. Nuk kam bërë ndonjëherë durat fix si që doja. Më simbolike, ë? Fix si që doja. Po zemra të jam të Ja, mos i frikë në zemrën. Avash, avash. Si me baje shpejt. Baje mirë. Hajde, Klea. Hajde, nise. Hajde, një sekund, se nuk di ti ja makinës. Më fal? S'ka lidhje me makinën kjo. Është i gol, kam patent. Është i gol? Klea. Një sekund. Po overstimulone. Është shumë e shpime. Ti e më e fort se ka. Klea, çoj misionin tënd deri këtu. Mendoj që nëse ti bën këtë gocë do shpërthej. Po. Nëse nuk e bën gocë të hyrë. Gocë të motivon pak? Mëngeci taka! Shiko, gjithë kujt i vjen mëngeci taka. Gjithë kujt i vjen momenti me e njoft. E pesi. Do të hajden te koshi. Do e lëm aty ku e ka vendin. Është i pler vet. I pler. Jo pler. Tim këtë ta marrim si aksesor se më pëlqen. Klea, merre. 1, 2, 3 hidheni. Klea, përhatër ton. Fukara është ai njeri. Qa fukaraj me fukaraj s'ka mjaltë. S'ka zemër. E i pasur veç ai që në shpirt ka boemër. Mos e rëzo mjaltin tokë se të shmenesh. Se pak e të shmen me je. Do kemë... Sepse bletët lodhen gjithë vitin që bëjnë mjaltin dhe ti e rëzon në tokë dhe zhunav dhe të shmëndesh. Okej, po... Keni patë mjaltin aq zhull, ta shikuash Kristi lutem. Ju do mendoni sepse jemi në këtë gjendje, neve kemi harruar postalin e Kristallit te taksia dhe po presim taksinë në këtë gjendje. Jemi në një gomë misterie. Dhe po ham mjaltin, blem ca biskota, po i shoqërojmë. Do të shmendemi gjithë si kompani. Pak të shmenë jemi dhe pak nga të shmëndi jema. Sfida ime është të bëj një set fotografik në vendet më të çuditshme të Tiranës. Duhet gjej fustanin më ekstravagant dhe të performoj siç vetëm di unë. Gocat të më ndihmojnë të realizoj lookun e duhur dhe të më kurojnë detaje. Exactly! Po! Edhe me këto gurët. Ne erdhëm tek piramida dhe jemi gati për të krijuar outfitin. Special dhe shumë në karakterin e Crystallit. E moj Crystal, si e ke banjo me kodeke. Si cute. Sa shkoka me ofisit nga të riku dukesh. Zemra, e jam bërë e shbada qata from telim. Edhe logo janë të dopa. Aj, s'disa tu. Shime me zimër frim. Unë dhe goca duke duhet për shpiash. Ndërko këtu ka zyra. Nuk ka asë që të mane është. Këte erdhëm. Kemi një gjërim. Ka zane që të koktelo. Njoha dhe bëni photoshoot. Është ka stilim special. I'm a mermaid. I'm a mermaid. O zot, jam kurioze kush e ka veshur këtë fustan. Pa hajde me se s'ka qa. Hajde moj. Kush është? Ta po pash dikë që nuk duhet më shofi, se thot pas ka rrjedh nga trotë, shpëshu. Në fakt, ai dikushi po na pane të trejave nuk do mendoj që është Crystal e katër. O Crystal! O Crystal!
Nuk kemi mbrapsht? Jo, ë? Nuk jemi këtu. Jo, s'jemi këtu. Ne jemi në stadiumi. Ju thashë të dilim aty ku ishin ata në kafe. A ka mundësi? Janë të papërgjeshme. They wanna know just how I do it when I do it. I got that magic touch, it's a rush, pulsing through my veins. When I show up, everybody knows that I'ma change the game. Prit. Ise ka filin edhe ta hapim këtë. Prit. Ashtu. Bravo. Yll. Prit edhe si kapim një çik belin. The whole city is mine. Dukemi sikur jemi nga India. Nga Sadna, është nga India Sadna. Ne du hy. Fix. Oh my god, this is awesome. Tapeti kuq. Ajo është një derë që bërtet kristal. Ja ku ke dhe tapetin e kuq. Bërtet kristal luspa. Dit, futu. Me kam në djathë. Ka problem. E bëjmë kështu reverse, ç'është ajo? Tu mu të bësh foto. Ti kapim foto momentin? Bravo. Kuleva, kështu. Bravo. Ajo ishte. Tani para? Bravo. Okej, super. Ajo ishte zemra. Bravo. Kjo ishte, Këmba this is tjetër? the point. Këmba tjetër? Aty. This is the point. Bravo. Kujdes Luz. E bëjë se ku po hynë kështu me të dera si potencial. Ke parasysh se ku po hap të dyert. Ashtu, bravo. Dhe një kështu para? Ishte shumë e bukur? Aty. Pra aty, ajo është. Tani dorën lart? Bravo. Mendoj që ti kem dhe të kuvendi. Edhe e kemi. Zina, se me vërtet më të gjykata, po kuvendi është 10 fish pak më... Thank you. Kuvendi është pak më i vështirë. Pse të ka kuvendi? Fjalët e kuvendit dalin sheshit. Fjalët e kuvendit. Na bëjnë njerëz do plak. Unë mendoj që background aty ke keq se ka kondicioner. Krisa, këtu je klasi. Je klasi. Mendo se je zonja e parë. Je zonja e parë. Krisa, je në kuvende, po je premtime për këtë Mendo vend. Breti Zog. Je premtime për këtë vend, je zonja e parë. Përshëndeti tani? Tani përshëndeti? Jo ashtu me delikatesë. Crystal ke reputacion. Ke një reputacion për mbajtur. Okej, bravo. Është e diskutueshme që pas kësaj dite mu ta kesh. Më fotoni mua. Po s'ka lidhje me kuvendin. Qa thua e ma? Thuj. Për një shtet më artistik dhe më diva hustle. Është parlamenti apo kuvendi? Qa ku jemi? Jo, vendi që je premtime. Ku jemi për... Okej, jemi okej, tha Kristi. Okej. Për një popull më me kulturë të zhvilluar. Lek, do ketë këtë popull lek. Lek, Pse të pasurit kanë kaj shumë lek. art, kulturë, djepi qytetërimit. Absolutisht. Zemër ishte fantastike. Me qoftë se ju prisi të shifni diçka, e po, absolutisht që jo. Jo. Je mirë? Ta uroj që këtë xhirimi të pranohet, të kualifikohet. Jo, jemi- Mos trim pa bukë se E mori Klia. Nuk e di dham shumë për... I kemi dhe të gjithë. Sa peshon. Kristel, do ta varë në qafë, si do e mbash? Se ma i ndonë. Do e mbash në Aso, dorë? një mëka se ja arritëm qëllimit, apo... Po prisë s'kemi marru akoma e ma kemi gjona tjera. Nuk e di, po deri tani maksimumin e kemi dhënë, që të bëjmë ne? Goca, qoni njerë se është të zonë gjumit. Shumë e lodhshme ta bësh vetë të gjitha. Nuk kemi bërë se kemi përbërë dhe për baba dhe unë.
Oh, provofshim, qa do provojmë ne? Do të bëjmë gjë origjinale, po duhet jetë edhe gallat. A bëjmë shumë budalliqe se mund. Unë them bëjmë një gjë që s'kemi bërë asnjëherë, jo make-up e brana ushqime, por një gjë që s'do e bëni. Rubrikë re. Përditshme. Dhe një gjë që të shoqë revolucionare. Po, Kristo, ta unë është fiks momenti që ne të shpikim një rubrikë të re. Kush ka edhe topi njerëz më stresoj fare. Çunat që luajnë vend e pa vend. Uaj, gjeta! Kamera. Njëri një këmbë, njëri një tjetër. A, njëri një këmbë. Kështu? Ashtu? A janë bokserja më mirë? Po! Do një sfidë? Jo? O, Perëndi, o Zot! Sot do bëjmë kat. Do futem në atë fas me ujë të ftohtë. Okej. Kam rostakun tim, kam dhe komentare. Hajde. A di not moj. Po, me vërtet jam kaq e guximshme, po jo kaq shumë. Se E, më lejnë mua të gjitha më të vështira. Cili është roli jot sot? Do jem një polumbar. Polumbar po vetë? Hajde. Po thot, kujtë të hedhë rostakun të uaj së shtot. Po nuk e keni ide sa ftohtë që ram. Ti nuk je vetëm kjo rostakun. Kam lexuar te inteligjenca emocionale që nëse do të dalësh nga zona e rehatis do të bësh gjërat që nuk i bën. Një gjë të frikshme çdo ditë. Po një gjë që të dalësh nga zona e rehatis. Ja, shumë keq. Ne jam në ditët më të vështira të mia, ju e dini goca për çfarë po flas. Ju e dini. Ndoshta Zoti po sfidon. Shtriu. Ndoshta Zoti po thot. I'm so sorry. There are people dying here. There are people dying. Nasa ime diamant. Hajde Ema, jeta ime më të dalësh. Ema Rodriguez. Ema Rodriguez. Tregoj. Dalina u bëj së gjë për kocin. Thank you.
Shiko se edhe po nuk qeshit, që të prekur nga të momenti. Bëm shumë mirë që e të gjurë ma këtë mesazh. E po u kënaqem shumë. Gata, jo të Idem. E shpëtu. E dashur Dalina, e dashur Melisa, uroj që t'ju ketë pëlqyer kjo që sapo pat. Na falni për kaosin që krijuam, ndonjëherë na harrojmë që është pikërisht ky program që na dha dashurinë dhe mirënjohjen që ne e marrim për të mirë qenë. Ju kërkojmë ndjes edhe një herë për përgjegjësinë tonë dhe të katërta ju premtojmë që nuk do ndodhi më, nuk ka asnjë pasion dhe asnjë program tjetër që mund na heqë ne dashurinë e parë Goci. Ua sa qef. Për herë të parë u bëm në rregull, u sistemuam, tani jemi gati. Dhe nëse ju po e shihni këtë episod do thotë që ne ja kemi dalë mban, hëngrëm dhe këtë javë nuk na hoqi njëri nga puna. Çok shkyr. Votoni për mua që javën tjetër të keni një super. Për mua, votoni për mua, që keni spektakël për mua. O zot, filluam prapë të zien. Nëse votoni për mua, ju e dini. Legenda. ¡Ándale!